26 gusht 2026. Kemi një ditë para përgatitore shumë rëndësishme, sepse Dielli dhe Mërkuri ndodhen të dy në Virgjëresht dhe po afrohen drejt bashkimit eksakt që do të ndodhi me datë 27 gusht. Kjo do të thotë se mendja, vullneti, logjika, qartësia përqendrohen të njëjtën zonë. Dita është ideale për analiza, planifikime, ndryshime, mundësi të arta. Dhe kjo nuk do të thotë vetëm arsyeën e punës së karrierës, por do të thotë shumë gjëra të tjera, sepse lidhet është ideale për planifikime, rregullime, përgatitje dokumentash, kontrolle, organizime të çështjet që duhet të marrin formën e duhur. Virgjëresha është shenja e përmirësimit, është e punës dhe e përditshmërisë, praktikës dhe saktësisë. Kur Dielli dhe Mërkuri afrohen në këtë shenjë, mund të shohin më qartë ku ka gabime dhe ku duhet ndrequr. Por cila fjalë duhet thënë, cila dokument duhet sistemuar, cila vendim duhet marrë me maturi. Por duhet kemi kujdes. Kjo qartësi mund të ketë edhe në stres, kritik, ankth, analiza të tepërta dhe dëshirë për kontrolluar çdo detaj. Më të ndikuar janë Virgjëresha, Peshqit, Binjakët, Shigjetarët, sidomos të ditëlindjet e dytë. Ndikimet më të mëdha që ata kanë, me qartësinë për sa i përket për Peshqit, marrëdhëniet dhe partneritetet kërkojnë bisedë. Për Binjakët, familja dhe shtëpia kërkojnë organizëm. Për Shigjetarët, karriera dhe statuti kërkojnë vendim praktik. Shenjat e tokës, Demi dhe Briciapi, mund të përfitojnë për studime, udhëtime, dashuri, krijimtari dhe plane afatgjatë. Një tjetër element shumë i rëndësishëm është se parafohemi drejt eklipsit hënor dhe hënës së plot në Peshk, që do të ndodhë me 28 gusht, por këtë kemi kohë deri atëherë. Por meqenëse jemi tani neve në datën 26 kemi 2 ditë diferencë, po ndikohemi 3 ditë plus minus, e kemi thënë këtë. Dhe kjo ndikon jashtëmase në anën e punës në lidhje me ndryshimet. Por, me çështjet praktike, një ditë shumë e mirë për dokumenta, organizime, vendime shumë të rëndësishme. Një takim që mund bëhet sot para dite është mjaft pozitiv për të korrigjuar disa probleme, disa gjëra që kemi pasur, disa biseda të bëra në mënyrë shoqërore, por disa e morën gabimisht. Dhe është momenti dhe koha. Por gjithashtu kemi të bëjmë në lidhje me çështjet e nënshkrimeve, dita mund të jetë e mirë nëse dokumentat janë të kontrolluar mirë, por duhet pasur parasysh në afërsitë e eklipsit për çështje shumë të emocionale ose të pakthyeshme, më mirë të mos nxitohet. Sepse lidhet shumë, kur kemi të tilla ndikime planetare, aspekte planetare, duhet të shmangim disa gjëra që nuk është ajo çka ne presim. Për shembull, nëse flasim për gjëra që nuk na pëlqejnë mirë, por neve bëjmë debate, mirë është të heshtim, edhe pse të tjerët të flasin. Është logjika, lodhja nga puna e tepër, debatet që mund të bëhen me të tjerët. Sot duhet përgatitje, jo panik. Është fjala e duhur. Prandaj bëni kujdes në këtë aspekt, mos mund nxitoni. Para se të fillojmë parashikimin e 2 mëshërieve për këtë ditë kaq të rëndësishme të datës 26, për ata që kërkojnë një parashikim të detajuar, është astrologu.al. Siç e shikoni atje, keni detajet dhe duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për katës, atje që keni, dhe nëse juve nuk e gjeni veten aty, atëherë mund të shkoni tek sekretaria dhe atje mund të dërgoni një email dhe më pas flasim bashk për detaj që vë kërkoni një parashikim që nuk e gjini atje, por doni diçka tjetër, dhe më pas kemi mundësinë dhe kohën për të folur me detaje edhe jo për sa i përket gjërave që mund të jenë domethënë momentale, sepse kanjëherë disa gjëra janë edhe ndryshe nga ç'e mendojmë ne, po kjo është fjala me vend, pra për sa i përket gjërave që ndodhin, gjëra që kërkohen në anën tuaj. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, megjithëse Dashi nga njëra anë mundsohet shumë, kërkon kohë, kërkon vëmendje dhe lidhjen e punës së tyre, por ka një mundësi shumë të mirë tani e tutje, kur do të nisin disa gjëra shumë të mëdha në punën e tyre dhe në karrierë, në çështje shpirtërore. Lidhje që kanë të bëjnë me Peshk dhe me Briciap është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e Demit. Dem të dashur, sado që të tretët flasin për juve, dhe do flasin, atë punë kanë, por juve qëndroni besnik vetes suaj, të tretëve që juve ju duan, dhe mundësi që juve keni për sa i përket punës dhe stabilizimit. Është një moment shumë pozitiv, është një moment shumë i artë mbi ndryshimet që bëhen, mbi ato që neve kemi dhe jemi në kohën e duhur për gjërat që do të bëjmë. Është një periudhë mjaft e mirë, kurse
Në lidhje me dashurinë kemi të bëjmë shumë me shigjetarët e ditësh parë, sepse është koha më ideale e që ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, meqenëse binjakët si shenjë ajri që janë dhe një mundësi që do të jepet, është një nga mundësitë më të mira për sa i përket eksplorimit, mundësisë dhe vendimit që ata marrin në kohën e duhur. Është një ndikim shumë i mirë, është pozitiv dhe mjaft i rëndësishëm mbi ekonominë, mbi stabilizimin, mbi gjërat konkrete që kanë të bëjnë dhe momenti i duhur mbi nisma të reja. Duke pasur parasysh një periudhë mjaft e mirë për binjakët, dita e sotme është një ditë që shquhet shumë për sa i përket pozitivitetit, për sa i përket mundësive, sepse është dita juaj, dita e Mërkurit, është mundësia më e mirë mundshme për stabilizimin e punës suaj. Në dashuri duket se me britsap është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Me gaforet në fakt duket se kjo ditë nuk është një ditë siç ditët e tjera, është një ditë ndryshe, është një ditë që percepton, rregullon, starton anën e punës, lidhe me vendime që merren, lidhe me një periudhë ku tani për tani gjërat mund të mos jenë ashtu siç duhet, por janë aty ku duhet, sepse puna, karriera, ndryshimi, vendimi, mundësitë e arta që vijnë drejt jush, është një kohë mjaft e mirë përcaktuese. Gjithashtu ka të bëjë për ju që jeni në diasporë, për shembull, për dokumentacione. Është periudha më e mirë e mundshme, është koha dhe ndryshimi që bëhet drejt jush. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu për arsye të punës suaj, për arsye të disa gjërave që ndryshe mendojmë, ndryshe gjykojmë për një mirë arsye, por kjo është periudha juaj, është momenti juaj më i mirë i mundshëm për të stabilizuar ekonominë dhe për të arritur qëllimin. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të ditës parë, me ujorët të ditës tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa i përket luanëve, meqense luanët tani e tutje kanë mënyrën, kanë mundësinë, kanë kohën, edhe çështjet e rëndësishme që ata kanë në fushën e karrierës së tyre, sepse është një moment shumë i artë, një moment i mirë për stabilizimin dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e pozicionimit të planeteve në ekonomi dhe në karrierën e tyre. Në lidhje me karrierën sidomos është momenti dhe periudha, por në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me dëmt të ditës parë, me shigjetarët e ditës tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëresha tani e tutje koha ecën përpara, mundësitë janë, është periudha shumë e mirë për juve sepse një nga ndryshimet më të mëdha që kanë të bëjnë, mundësitë që ju jepen, kohën që juve keni dhe është shumë rëndësishme për arsye se ndikimi më të madh juve keni Mërkurin në shenjën tuaj, kur keni mundësinë dhe kohën e duhur tani për të marrë vendimin e duhur në kohën e duhur, në punë dhe në karrierë, rritjen detyrë pra. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk, përgatituni për një pasardhës është koha juaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për peshorët duket se është një ditë mjaft ndikuese, edhe pse disa marrëdhënie ekzistuese është ditë e mirë për të parë se çfarë do të bëni në lidhje me disa debate që keni pasur për juve, por dhe mundësi që keni tani e tutje nuk do të thoshë se ka problem shqetësues, ka problem që është i zgjidhshëm, nuk është diçka që ngjelet në letrën tefter, për shembull, problem këtu, problem atje. Pra nuk mund të themi problem, mund të themi i diçka që ndryshe është menduar, ndryshe është gjykuar, por të paragjykuar më tepër, sepse peshorët kanë në atë momentin e tyre, kanë kohën e tyre për zgjidhur problemin. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për akrepët duket se janë në qendër të vëmendjes për çështjet e punës së tyre, lidhje me karrierën e tyre, lidhje me vendimin dhe ndryshimin e madh që ata kanë. Është një mundësi shumë e mirë, mundësi e artë. Dhe koha që ndodhin fenomenet, një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Startoni, rregulloni, mundsoni dhe ndryshoni shumë gjëra. Është ana ekonomike, është ana pozitive, është ana e punës suaj, sepse nga ana pozitive ekonomike financiare, biznesi, karriera, duket se është në dorën tuaj. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luanët dhe ditës parë, me peshkët dhe ditës të tretë, është idealja me germa shtypi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të larmishme, më pozitivet që janë ndonjëherë, sepse stabilizimi ekonomik dhe mundësia që keni të bëni tani është një mundësi e artë në ekonominë e punë dhe me ndryshimi që juve keni.
por me qenë se në lidhje me çështjet e punës ose të karrierës suaj, duket se një nga pozicionimet më të mira të mundshme është ana ekonomike, është biznesi, sepse lidhet me biznesin, lidhet edhe me gjëra të tjera që do të keni tani tutje, ku pozicionimi planetar ju bën që të ndjeni mirë, të ndjeni shumë të matur për punën tuaj, për karrierën tuaj dhe ndryshimin e madh. Por gjithashtu e keni mundësinë, sepse studimet që bëhen periudhës shkencës shqiptare keni mundësinë për zgjidhur një problem shumë të madh që keni pasur para disa kohëve. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e britsjapit. Për britsjapët duket se tani ka ardhur koha dhe momenti, sidomos britsjapi i 10 vjeçit të dytë. Ka pasur një bisedë para disa kohëve, nëse do ta marrim të mirëqen para 15 ditëve, ka pasur një moment shumë të mirë në lidhje me anën ekonomike financiare dhe një çështje biznesi ku nuk u rregullua atë ku duhet për arsye të punës, për arsye të çështjeve të lëna pezull dikur, por meqense ka ardhur një moment tani që juve të shikoni gjërat se çfarë do të bëni, është një mundësi shumë e mirë tani dhe kjo është periudha në lidhje më të mirë të mundshme. Por gjithsesi, koha tregon që juve jeni me fat në këtë aspekt, i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problematika të ndryshme dhe kohën e duhur për nisma të reja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e 10 vjeçit parë, me dëmt e 10 vjeçit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për sa i përket ujorëve, meqense ujorët të duket se tani e tutje, çdo gjë ndodh, çdo gjë arrihet. Fal suksesit, fal punës, fal stabilizimit dhe çështjeve madhore financiare ekonomike. Një moment që keni tani është një nga momentet pozitive ekonomike, nga momentet që do të keni mundësinë për zgjidhur problemin, do keni mundësinë për zgjidhur disa gjëra të pazgjidhshme dhe ujorët e dinë këtë gjë dhe janë në kohën e tyre. Ujori i vjeçit tretë, përgatituni për anën ekonomike me një çështje kredie që do të merrni, do t'jeni fitimtar, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim. Për një mijë arsye, sepse është koha juaj, është ajo çka doni dhe ajo çka juve veproni. Vazhdimësia duket e artë në çështje shpirtërore, me binjak është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Vendime ekstreme që mund të merrni, por do thoshja jo, sepse e keni mundësinë mos u mbytni me një lugë ujë. Por keni mundësinë, sepse jeni pak në dilemë, disa problematika që kanë ndodhur tani kohët e fundit, për juve të shenjës së peshqeve, si në anën e çështjes shtetërore, pa drejtësi që janë bërë, po bëni gati 2 muaj, edhe një çështje tani që të bllokuar disi në ekonomi, por vjen një moment i zhbllokimit, se do vinë momenti, do vinë koha dhe mundësia, perceptimi i gjërave. I keni mundësitë dhe është një moment mjaft i mirë, sepse jeni drejt stabilizimit, jeni drejt çështjeve korrekte nga ana juaj. Pikërisht ky moment, pikërisht kjo kohë, është e juaja, është funksionale, është momenti, është periudha që ndodhin fenomenet. E megjithatë, edhe pse disa çështje problematike keni pasur dikur, i zgjidhni pikërisht tani. Sepse kjo periudhë është periudha më e mirë, është periudha më eksakte dhe më pozitivja mbi ndryshimin, mbi atë çka juve keni, çka juve jeni për anën tuaj, pozicionin tuaj planetar dhe momenti më të mirë. Por gjithashtu, edhe pse një nga problemet më të mbartura mbi anën ekonomike, mbi gjëra që ndryshe doni, ndryshe gjykoni, por janë mundësitë dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet e juaja të punës dhe të karrierës. Dashuria duket se është në anën tuaj më të mirë, sepse lidhja me peshore është aja dhe zheja. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 26 gusht 2026. Për sa i përket juve që interesoni për pashimet e tajura, astrologu.al, faqja roz, për gjithçka nëse juve gjeni veten aty, nëse juve doni diçka ndryshe më tepër, atëherë dërgoni një email tek sekretaria dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit ose WhatsAppit. Nga Europudha, gjithë mirat.